Velia i kallëzohet në SPAK për aferat me rikonstruksionin e godinave të konvikteve. Aktivisti Aurel Kujtimi, me anë të një statusi në rrjetet sociale, ka bërë të ditur se ditën e mërkurë është dorëzuar në SPAK një kallëzim kundër kryebashkiakut Veliaj dhe ish drejtoreshës së rezidencës studentore universitare numër 1 Anila Sheu. Kallëzimi ka të bëjë me investimet e bëra në godinat e qytetit studenti, më konkretisht rikonstruksioni i godinës numër 19, e cila u shem pas tërmetit të vitit 2019. Në vitin 2021 u zhvillua tenderi për ndërtim ku shpall edhe kompania fituese, por ende sot e kësaj dite godina nuk është ndërtuar, madje janë ende gërmallat e godinës së vjetër, ja dhe statusi plot. Përshëndetje të nderuar miq dhe dashamirës. Ditën e mërkurë depozituam në SPAK kallëzimin penal kundër kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, dhe ish drejtoreshës së rezidencës studentore universitare numër 1 Anila Sheu për një nga aferat më skandaloze në qytetin studenti. Siç edhe është bërë njoftimi në datë 3 mars, ku janë njoftuar mediat për të pasqyruar deklaratën tonë sikur më parë në gati 3 vite që kallëzojmë zinxhirin drejtues të Bashkisë Tiranës për aferat korruptive në qytetin studenti, asnjë portal apo media nuk pasqyroi aksionin ton ligjor dhe deklaratën që zhvilluam përpara SPAK. Një media e caktuar regjistroi deklaratën tonë dhe duke pasur komunikimet tona edhe me gazetarët e kësaj medie, nuk na kanë dhënë asnjë arsye se pse ende dhe pas 2 ditësh nuk është publikuar deklarata jonë përpara SPAK për të shpjeguar detajet rreth kësaj afere në qytetin studenti. I inkurajoj që SPAK të kryej detyrën duke zbatuar ligjin për të hetuar në këtë çështje, duke nxjerrë përpara përgjegjësisë shkelësit dhe çdo palë të përfshirë në këtë aferë dhe skandal korruptiv të qytetit studenti. Sapo të na vi dokumenti postës ku vërteton që pranë SPAK ka mbritur kallëzimi depozituar përpara 2 ditësh, do të kemi një komunikim me të gjithë në rrjetet sociale.